Tunë gjatjeta uroj t'jeni mirë. Colt dhe Trump, dy ikonat amerikane të paqes. Përse samiti historik i Egjiptit nuk mundet të prodhoj paqe? Kam patur mbrëm një bisedë e cila ka patur, si themi, disa probleme teknike dhe sot unë do të sqaroj post samitin e Egjiptit, sepse e gjithë bota është e fokusuar atje për arsye të rëndësisë strategjike të marrëveshjes së Egjiptit dhe të procesit paqes në lindjen e mesme. Sa i vërtet është ky proces paqe? Çfarë është duke ndodhur në lindjen e mesme? A ja doli Trump të vendosë një paqe apo thjesht të hap dyert e paqes atje? Cila është ngjashmëria ndërmjet Donald Trump dhe pistoletës Colt, e cila ka qenë emblem dhe simbol i paqes në Amerikë në vitet 1870, 1890, por edhe më pas në vitet 1900. A ja doli Trump të ndërtoj hapat apo rrugën, të shtroj rrugën e sigurt për një proces paqe, apo ja doli thjesht të marketoj fort procesin e paqes për nevojat e tij, të cilat sigurisht janë shumë të mëdha dhe nevojat të cilat unë do t'ja shpjegoj për pak se si presidenti amerikan i shfaqi dhe i bisedoi me mbesën e tij të vogël kur ishte bashkë me të në makinë jo më larg se 48 orë më parë. Çfarë është duke ndodhur? Dhe për të gjithë ata të cilët ngren sot pyetje të mëdha, nëse vërtet kjo paqe do të ekzistojë apo jo, do të krijohet apo jo, për të kuptuar të gjitha kulisat, do t'ju bëj këtë bisedë dhe këtë emision që shpresoj të mos jetë i gjatë sot. Në vitin 1873 u prodhua pistoleta amerikane Colt Single Action Army. Pra, Colt Single Action Army u prezantua dhe u quajt The Peacemaker, paqebërsi i Amerikës, dhe kjo për disa arsye tregtare dhe historike, të cilat lidhen me kontekstin kohor të prodhimit të kësaj pistolete. Pistoleta ishte emblem e paqes, ishte ideja e paqes, por në të njëjtën kohë edhe e dhunës, sepse ajo shpesh lidhej me dhunën, por edhe herë të tjera lidhej me rendin dhe me vendosjen e paqes. Pra, Colt ishte pistoleta The Peacemaker që përfaqësonte idenë e paqes në perëndimin e egër amerikan. Në fund të shekullit 19, pistoleta u përdor shpesh nga sherifët në Shtetet Bashkuara të Amerikës, nga ushtarët, por edhe nga kolonët në perëndimin e egër amerikan. Termi The Peacemaker ishte në thelb, ishte ironik, sepse arma shpesh përdori, pra siç e thash, për dhunë, përdori për vrasje, përdori për krime, por marketingu i fuqishëm e shfrytëzoi dhe e shndërroi këtë në një emblem të paqes për të krijuar idenë se shumë dhunë dhuna e madhe mundet të shmanget në qoftë se ne krijojmë apo kemi një peacemaker. Samuel Colt, që ishte prodhuesi apo babai i armës pistoletës emblematike amerikane The Peacemaker Colt, dhe pasardhësit e Samuel Coltit e promovuan armën në Shtetet Bashkuara të Amerikës si një simbol i stabilitetit, i paqes dhe i autoritetit. Pra, i autoritetit të shtetit për arsye se ai përdoret nga sherifët, dhe i autoritetit të paqes kur ai përdoret nga njerëzit për vetëmbrojtje, pra sepse vetë emri Peacemaker e bëri të njohur për sherifët, ushtarët dhe qytetarët të cilët kërkonin një armë për të mbrojtur vetët e tyre. Dhe kështu pra lindi kultura popullore amerikane. Filmat dhe romanet western në perëndim e përdorën këtë armë, pra Colt The Peacemaker, si një simbol të rendit dhe drejtësisë, duke e përforcuar kështu nëpërmjet një marketingu agresiv atë që u quajt më pas simboli i paqes dhe i rendit, që ishte pistoleta Colt. Pra, Colti dhe emri i kësaj pistolete realisht nuk lidhej domosdoshmërisht me paqen, por përforconte me idenë e një arme të fuqishme, përforcoi ideja se mundet të imponohet rendi, paqja, siguria dhe stabiliteti, dhe të jepet fund konflikteve
në perëndimin e egër. Tashmë nuk e bëj këtë hyrje kot dhe kalojmë nga perëndimi i egër tek lindja e egër, lindja e mesme e egër, egërsi e cila ka arsyet e saj historike, arsyet e saj që lidhen me pushtimet dhe me shkatërimin e rendit botëror, me shkatërimin e rezolutave të OKB-s që filluan në konfliktin më të madh planetit, konflikti izraelito-palestinez, që nisi historikisht dhe kulmoi në vitin 1948 me Nakbën e madhe atje në Palestinë. Çfarë ndodh? Vetëm përpara 2 ditësh, në një video të transmetuar nëpër rrjetet amerikane, Donald Trump shëtiste me makinë me mbesën e tij të vogël dhe mbesa i thot presidentit amerikan: çfarë ke arritur e synove tashmë je bërë presidenti, çfarë ke synuar e ke arritur, ndjes tashmë je presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës, a mundet të ketë lavdi më të madhe se sa të jesh presidenti i shtetit më të fuqishëm në planet. Presidenti i përgjigjet mbesës dhe i thot: unë do të jem jo vetëm presidenti i Amerikës, por më i madhi president i Amerikës dhe i botës. Që do të thot, tu është piknisja e analizës time dhe këtij rrëfimi të shkurtër sot lidhur me mundësinë që marrëveshja historike e Egjiptit dhe e Sharm el Sheikut të prodhojë një paqe të vërtetë. Ka njerëz të cilët nuk i pëlqejnë bisedat u them atyre që ne fokusohemi te këto histori jo për t'i pëlqyer dikujt apo jo, por sepse ne jemi të vendosur që t'u shpjegojmë njerëzve pikat më të rëndësishme të planetit. Kështu që ju lutemi, kush ka dëshira të tjera, sheh emisione të tjera dhe nuk detyrojmë askënd që të rri dhe të shoh me zor diçka që nuk i pëlqen. Faleminderit shumë për kohën ju të gjithë, jeni të mrekullueshëm, por unë e përcaktoj me kujdes sipas asaj që unë e shoh të arsyeshme, të rrim se çfarë teme duhet diskutuar apo jo. E bëj këtë hyrje të rëndësishme të pistoletës Colt dhe të mitit të saj, si vendosës i rendit dhe i paqes, dhe e hap e pasoj më pas me bisedën e Trump me mbesën e tij, për të ardhur me njëherë tek thelbi i bisedës së sotme. A do të mundet samiti historik i Egjiptit në Sharm el Sheikh të prodhoj paqë afatgjatë dhe afatmesme? Biseda e Trumpit me mbesën e tij ishte vetëm një pik, një stacion psikoemocional i presidentit amerikan, i cili tregon dhe shfaq ëndrrën e tij të madhe për të hyrë në histori, dhe këtë e ka me shpejtësi. Një, sepse synonte çmimin Nobel për paqë dhe synon të bëj marrëveshje të mëdha në lindjen e mesme, tashmë në presidencën e tij të dytë pas atyre kalvarit të gjatë, pra të vuajtjeve dhe të përplasjeve me demokratët dhe akuzave të ndërsjellta për vjedhje apo për manipulim të vota. Pra Trump në psikologjinë e tij është një personazh interesant, i cili është emocional, është goditës, është therrës, ka psikologjinë e njeriu të marrëveshjeve të biznesit, është një businessman ekselent, bën marrëveshje tregtie, por ndryshimi i marrëveshjeve të tregtisë nga marrëveshjet e mëdha të paqes apo të luftës është thelbësor, sepse ato ndryshojnë për nga struktura, për nga fizionomia, për nga përmbajtja dhe për nga mënyra se si zbatohen ato në terren. Kur Trump i thot mbesës së tij, unë do të jem presidenti më i madh, the greatest, pra tregon që ai ka një plan të madh dhe plani i tij i madh do të niste me planin e paqes në lindjen e mesme. Në dimensionin fillestar dhe në këndvështrimin fillestar, po ne mund të themi që Donald Trump ka shtruar trasen për një hekurudh të gjatë të procesit të paqes në lindjen e mesme. Por kjo nuk do të thot as pak që ne do të kemi paqe. Dhe këtë do ta kuptojmë në minutat në vijim, se përse është e vështirë që atje të kemi paqe dhe çfarë është duke u mbuluar me gjithë këtë. Po të shkojmë
dhe të shikojmë dëshirën e Trump dhe sulmet dhe presionin e fortë që i ka bërë Benjamin Netanyahus, i cili, siç ju a thash edhe mbrëm, kishte refuzuar Rosa e qalë është terminologji që në Amerikë përdoret për presidentët që janë në 6 muajt e fundit të mandatit të tyre. Kur presidenti Biden përpara Donald Trumpit ishte në 6 muajt e fundit, njofton sekretari Blinken, edhe ne thot i kishim quar Netanyahus një plan paqe, por ai e kishte refuzuar atë dhe kishte refuzuar ta marrë në konsiderat, dhe kjo për arsyeën e vetme dhe të qartë se Benjamin Netanyahu nuk pyeste për demokratët, nuk i merrte fort në konsiderat, as Joe Bidenin, as Antony Blinkenin. Dhe ai sa herë përballej me presione nga administrata Biden apo Blinken, Departamenti i Shtetit aso kohë, ai kërkonte mbrojtje tek skifterët republikanë të Donald Trumpit dhe e gjente aty. Ndërsa këtë herë që e mori shuplakën nga Donald Trumpi dhe nga republikanët, dhe kur MAGA nisi të vetëdijsohet për krimet dhe genocidin që ishte duke u bërë në Gaza, ai e kuptoi që nuk kishte më ta lëvizte bishtin. Por megjithatë, ai kishte plane të tjera rezervë dhe e luajti lojën në mënyrë të tillë që ta dështoj samitin dhe që tregoj të jap mesazhe që ky samit nuk ka për të dhënë efektet e duhura. Një arsye tjetër madhore që tregon që ky proces i paqes nuk është i plot dhe nuk ka për të plotësuar dhe se do të pasohet me gjak dhe me luftë fatkeqësisht, është se Trump eliminoi të gjithë lojtarët e mëdhej, pa të cilët nuk mundet të krijohet një stabilitet afatgjatë. Po të bëjmë një krahasim të shkurtër dhe të shpejtë ndërmjet marrëveshjes së paqes në Sharm el-Sheikh dje në Egjipt dhe marrëveshjes së paqes së Madridit, për shembull, të shikojmë që atje kishte pjesëmarrje të nivelit më të lartë, pra të rrjeshtit të parë. Ndërsa, po të shikojmë protokollin, edhe pse të gjitha shtetet e ftuara morën pjesë, kishim mungesën e theksuar të Arabisë Saudite, e cila nuk u prezantua në nivel të princit të kurorës Muhammed bin Salman, dhe Emiratet e Bashkuara Arabe nuk u përfaqësuan me kreun e shtetit të Sheikun Muhammed bin Zayed. Që do të thotë që këto dy komponentë të rëndësishëm të lindjes së mesme, pavarësisht se kanë një koordinim edhe me lojtarë të tjerë tashmë siç është Katari, Kuvajti, Bahreini, Omani dhe vendet e Gjirit, duket qartë që ata nuhasin se këtu ka diçka që nuk shkon. Përveç kësaj, në marrëveshjen e Madridit, marrëveshjen e paqes së Madridit, kishin prezencë të Rusisë, kishin prezencë të lojtarëve të tjerë global, të cilët kanë mundësi që ta prishin lojën apo kanë mundësi të ndikojnë në mënyrë që procesi i paqes të mos ecë ashtu siç duhet. Duke patur parasysh këtë, ne mund të themi shkurtimisht se procesi i paqes në lindjen e mesme ka hyrë në një lloj rruge apo i shtruar zhavori, i shtruar ndoshta edhe pjesa parë e tapetit të asfaltit, por duket qartë që nuk kemi të bëjmë me një strukturë me këmbë dhe me duar e cila mund vrapoj, mund ecë, pra procesi i paqes, nëse do të jetë në formën e një njeriu, nuk është një makinë me gjitha rrotat, me gjitha motorin e vënë në lojë, me marsh dhe me gjitha. Është në rrugën e tij të ngritjes, a do të doj 5 vjet, 10 vjet, 20 vjet, askush nuk e di këtë ta thot me siguri, por e sigurt është që procesi i paqes që u firmos dje në Sharm el-Sheikh nuk ka këmbë dhe duar të lëviz apo të vrapoj, pra do të jetë i mangët. Po të shohim skenografinë e ndërtuar nga presidenti i Egjiptit Abdul Fattah Sisi, do të shikojmë me kujdes që presidenti egjiptian më shumë se sa vetdia e tij për të mbërritur të një proces paqe, sepse Egjipti është lojtar kyç në lindjen e mesme dhe ka
rol kyç në vendosjen e paqes në Gaza dhe në Palestinë dhe ka rol kyç në ndërmjetësimin ndërmjet Izraelit dhe Hamasit apo organizatave të tjera ushtarake të Izraelit, të Palestinës, e njohin mirë pra situatën. Edhe pse presidenti Abdul Fattah Sisi e njeh mirë situatën, ai u kujdes që të ndërtojë një skenografi të tillë për t'ia lënë gjitha dritat Donald Trumpit. Dhe Donald Trump i tregoi të gjithë liderëve arab dhe të gjithë liderëve të tjerë, turqve, persve, Pakistanit, e kuptuan ata psikologjinë e Donald Trumpit dhe çfarë ka nevojë Trumpi. Sigurisht Trump në 2 takimet, edhe në Izrael, edhe në Egjipt, ka folur vetëm 20 minuta me teleprompter, pra ato që duhet t'i lexoj patjetër. Pjesa tjetër është bisedë spontane që i vjen atij ndërmend. Duhet keni parasysh në protokollet e larta të presidentëve dhe të kryetarëve të shteteve është një tekst i cili nuk ke nga t'ja lëvizësh, atë do ta lexosh si Çeço, nuk e lexon, nuk e memorizon dot, atë do ta lexosh me teleprompter. Të del për teleprompteri përpara dhe e lexon, nuk ke mundësi aty. Është teksti formal që është qëndrimi i shtetit formal. Pastaj ka president, ka lider të cilët janë karizmatik dhe janë orator, nisin dhe flasin vetë nga mendja e tyre brenda boshtit sigurisht, dhe ka të tjerë të cilët nuk dinë dhe vazhdojnë gjithë leximin me teleprompter. Që do të thotë, sjellja e Donald Trumpit dhe egzaltimi i tij që të gjitha dritat po binin tek ai e bëri Donald Trumpi që të dalë dhe të tregoj botës ngjyrimet apo skenografin apo fuqinë dhe autoritetin e vërtet të këtij plani të paqes, sepse liderët e tjerë musliman dhe arab, siç ishte Erdogani, ai shefi i vendit tjetër, pra krerët e Pakistanit, të Kuvajtit, të Katarit, të Emirateve, pavarësisht se ishin në nivel më të ulët në disa vende, të Jordanisë, të Egjiptit, e kuptuan se çfarë kënaqet Trumpi. E kuptuan se si gëzohet Trumpi. Dhe këtë e ekspozoi ai, presidenti i Pakistanit, që doli tha, unë tha do të kandidoj ty për çmim Nobel për paqe, dhe Trump, kush ishte ky? Kush ishte? Kush e tha? Është ai Pakistani, tha, bravo, tha, he's good guy, tha. Këtu tha, përsisin, është burr i mirë, tha, është burr i madh, burr i jashtëzakonshëm. Pra, sa më shumë shtohej doza e ngritjes dhe e lumturisë së Trumpit që po arrinte të synimin e tij të madh që ishte the greatest leader, pra lideri më i madh, aq më shumë ai egzaltohej dhe thonte Abdul Fattah Sisi është një burr shumë i madh. Ky është burr i jashtëzakonshëm, he's a good guy. Këtu kishte dhëndrin e vet, bien e vet, Steve Witkoff, edhe ky është good guy. Ai tjetri atje, ai është spektakël fare. Edhe ai tjetri, o këtu janë dhe 2 veta, tha, që si kam qef fare, tha, po lërë se nuk do ta prish ta festën, nuk do t'ja përmend emra tani, tha, se s'du të futen ke kjo punë. Pra, liderët e morën vesh se Trumpi çfarë gëzon atë dhe çfarë lumturon atë. Dhe kuptuan dhe ja dhanë këtë gjë. Presidenti i Egjiptit ja dha Trumpit atë që çfarë kërkoi, e ndërtoi skenografinë në mënyrë të tillë që t'i binte të gjithë dritat e tij. Dhe Trump e lumturoi pafund ideja që ishte njeriu më i ndriçuar i botës, njeriu më i paqt i botës, njeriu pas të cilit vinë lider të tjerë nga gjithë bota, të cilët janë gjithë good guy, janë gjithë çuna të mirë, janë gjithë mrekullueshëm, janë dhe në fakt nuk janë gjithë të tillë. Dhe Trump e di shumë mirë këtë, por emocionimi i tij se gjithë dritat e botës po vinin tek the peacemaker, por këtë herë jo më kolti amerikan, por Donald Trump, i cili shërbeu si pistoleta amerikane në kokën e Benjamin Netanyahu, e cila vendos paqe me dhunë, por dhuna, paqja e vendosur me dhunë sa zgjat. E shpjegon këtë Benjamin Netanyahu, i cili edhe pse e konfirmoi në fillim për mediat izraelite se ai do të merrte pjesë në summitin
e Egjiptit Sharm el-Sheikh, doli më pas dhe tha për arsye të festave fetare të hebrejve, ai refuzon të marrë pjesë në samit dhe kjo nuk kishte lidhje fare me festat fetare, por kishte lidhje me pozicionin të mërshëm që ka Benjamin Netanyahu përballë liderëve të tjerë të botës, dhe kishte shumë frikë që të hasej me ndonjë akuzë atje apo me ndonjë skandal atje, ti dilni për shembull ti thonë që je vrasës, je kriminal, apo ti dilni nga salla siç ja bën në OKB, që e shkatërruan komplet, e degraduan, e degeneruan, thanë je vrasës, u çun gjysma treqereku i delegacioneve të botës dolën nga salla. Thanë nuk dëgjojmë një vrasës që ka kryer genocid. Tashmë Benjamin Netanyahu e di shumë mirë që mos prezenca e tij dhe mos prezenca e disa liderëve atje është një sinjal i qartë që paqja atje nuk do të jetë afatgjatë. Madje kanë filluar tani po reklamojnë atë që quhet luftë civile, pra grupimet mbështetura nga Izraeli brenda Palestinës tani duke u luftuar, duke u vrarë me Hamasin, dhe kjo do i serviret botës si luftë civile, pra palestinezët nuk e kishin problemin me Izraelin, po ja po vrasin njëri tjetrin tani. Kjo do të jetë faza tjetër e cila do t'i parapri prishjes së procesit paqes. Një fakt tjetër, arsye të tjera pse kjo marrëveshje e paqes nuk shkon larg, është për faktin se presidenti Donald Trump, kolti dhe peacemaker, paqebërsi amerikan këtë herë, përveç dëshirës së tij të madhe dhe përveç vullnetit të tij të madh, presidenti Trump është njeri i parave, njeri i biznesit, është njeri i kontratave të mëdha, nuk është njeri i luftës, nuk do luftë. Dhe këtë strategji përpiqet ta sjell edhe tek gatimi, tek torta e paqes që i tentoi t'ia ofrojë botës. Por në qoftë se kjo marrëveshje që bëri Trump, që realizoi në Egjipt, do ta quajmë një tortë, apo do ta quajmë një akullore të këndshme, si tha Steve Jobs për t'i pëlqyer gjithë njerëzve në botë, tha ju nuk duhet të bëni njerëz të rëndësishëm, të famshëm, as të merreni me politikë, tha, por ju duhet shisni akullore që t'ju duan gjithë njerëzit. Në qoftë se këtë marrëveshje paqe do ta quajmë akulloren e Trumpit, përveç dëshirës së Trump që unë nuk dyshoj as pak që e ka, për të vendosur paqe, sepse është i rrethuar me biznesmen që kanë hall të bëjnë riviera, të bëjnë resorte turistike, bëjnë marrëveshje qindra miliardëshe për artificial intelligence, për teknologji, për arme, për Trump nuk ja doli të përdor recetën e duhur për këtë akullore apo për këtë tortë. Pse? Sepse torta që të bëhet ka nevojë të kuptosh dimensionin historik të konfliktit atje. Konflikti, vërtet Donald Trump tha, u mbyll një konflikt 3000 vjeçar, për të treguar se ai e kupton dimensionin historik, por çështja ishte pak më e komplikuar. Për të bërë atë tortën, apo për të bërë një gjellë të mirë, për të bërë lazanjën, për të bërë, ku dëgjon, peshkun në furrë, për të bërë çdo gatim, se unë s'marr vesh nga gatimet shumë, për të bërë çdo gatim të mirë, qoftë ky ëmbëlsirë apo ushqim normal, duhet të kesh recetën, duhet të kesh ingredientët, duhet të kesh përbërësit, dhe jo vetëm këtë, secili prej përbërësve do masën e duhur, do dhe kohën e duhur për t'u gatuar në furrë, përndryshe nuk del. E njëjta është dhe torta e paqes që ofroi Donald Trump njerëzimit nga Sharm el-Sheikh dje. Pa prezencën e lojtarëve të tjerë, mungesa e Bin Selmanit të Saudisë dhe të Emirateve Arabe, dhe të Kinës dhe Rusisë dhe lojtarëve të tjerë, përveç se i hodhi dritat gjithë ke Donald Trump, sjell një proces paqe i cili do të prishet tashmë nga Izraeli. Sepse mungon tek ky projekt paqe një strukturë dhe instrument i zbatimit të projektit të paqes në terren, mungojnë afatet kohore, mungon mënyra se si do të implementohet marrëveshja, mungon mënyra e qartë se kush do ta qeverisë Gazën pas one day after, mungon mënyra dhe një afat kalendarik me data se kur do të ndodh kjo, kur do të ndodh kjo, kur do të ndodh kjo. Kjo është e paqartë,
në kushtet kur Izraeli dhe Benjamin Netanyahu në këtë moment nuk pranon jo vetëm Hamasin, i cili pranoi të dalë nga skena, nuk pranon as autoritetet palestineze, pra as Abu Mazen 90 vjeçar, i cilit nuk i dha Trumpi vizë për të shkuar në KP. Pra nuk e pranon as atë. Pra kush do ta drejtojë Palestinën? Kush do ta drejtojë Gazën? Çfarë do të ndodhë më pas? Kush do të bëjë procesin e rindërtimit? Ku do të flenë në gërmadha? Kush do ta ndalë luftën civile? Kush do të ndalë grupet e armatosura të cilat mund të armatosen nga Izraeli për të luftuar po brenda për të shkaktuar atë luftë civile? Kush do ta bëjë gjithë këtë? Cili është roli i Egjiptit, i Erdoganit, i Katarit, i Arabisë Saudite, i Emirateve, i Pakistanit, po Iranit çfarë do të bëjë? Si do të shkojë procesi i paqes? Duket qartë që Izraeli po përcjell pa mesazhe edhe për Teheranin, siç e bëri me Vladimir Putinin para 2 ditësh, që i çoi një mesazh siç ju shpjegova më brenda. Pra, të gjithë këto element na tregojnë se torta dhe çokolata apo akullorja që përgatiti Donald Trump për njerëzimin do të jetë shumë e vështirë të zbatohet. Ai ka bërë një hap të guximshëm, ka bërë një hap të mrekullueshëm, i cili shtron një pjesë të luftës, i mori të gjitha dritat që donte, e mori një pjesë të lavdisë që synoi, e zbërtheu veten për arabët dhe për muslimanët dhe për vendet të cilat kishin kontribut në arritjen e kësaj marrëveshje kryesore, të cilëve ishin presidenti Erdogan dhe emiri i Katarit dhe Egjipti, duket qartë që jemi në kushtet e një marrëveshje e cila është shumë e bukur për të qenë e vërtet, u hodh një trase, u shtrua një rrip asfalt, por është si ato rrugët të cilat sapo i kalon një kamion sipër bëhen edhe një herë më zi se që kanë qenë përpara se të rishtroheshin. Janë bërë si ato autostrada Durrës-Tiranë që po të shmend njerëzit, po të shmend gjithë shqiptarët. Ishte ky thelbi i kësaj marrëveshje të paqes dhe ne do të jemi bashkërisht për të parë minutë pas minute se si kjo që sapo e shpjeguam do të shpërkthehet në terren në orët, javët, ditët, muajt, vitet në vijim, në lindjen e mesme, dhe kjo do të tregoj dinamikat e ekuilibrave global atje dhe do të zbuloj për ne dal nga dal atë që u shpjegova mbrëm që kishim problem me audion. Këtu në këtë proces fshihet diçka shumë më e madhe se sa ajo që dëgjon veshi juaj dhe sheh syri juaj. Çfarë fshihet pas asaj që ka ndodhur dje në Egjipt, shumë shpejt unë do të tentoj t'ju zbërthej pak nga pak ditë pas dite. Dhe kjo bisedë, ky emision që e bëra tani, ka synim pikërisht këtë, leximin e dimensionit politik, psikologjik dhe historik të Donald Trumpit si vendosës i paqes nëpërmjet dhunës dhe ndërtimi i paraleles ndërmjet 2 emblemave amerikane të paqes, Colti si peacemaker dhe Donald Trump si peacemaker, përballë dhunës së Benjamin Netanyahus, i cili është duke pritur momentin e duhur tashmë të kthejë tavolinën përmbys dhe të rrëzojë marrëveshjen e paqes, duke shkuar drejt thyrjes armëpushimit, i cili para 2 orësh është thyer prapë në Gaza. Kjo është vetëm hyrje në zbërthimin e lojës së madhe dhe të panoramës së madhe dhe të një big marrëveshje, e cila nuk është kuptuar ende nga njerëzit se çfarë fshihet pas asaj që po ndodh në Gaza dhe çfarë fshihet pas Erdoganit, Katarit, Arabisë Saudite, Emirateve, Amerikanëve, Izraelit, Pakistanit dhe Egjiptit. Si do të luajnë gjithë lojtarët, çfarë është gatuar në kulisa, çfarë ofrohet për njerëzit dhe kush është dilli i madh që nuk e ka kuptuar askush dhe që do të zbërthehet rrugës. Kjo që bëra sot është vetëm hyrje në kuptimin e lojës së madhe. Detajet e tjera ju e dini, vijojnë në numrin e aq.